Detajet e reja janë zbardhur në lidhje me atentatin e ndodhur mbrëmjen e 17 prillit në zonën e Lundrës, ku si pasojë të shtënave mbetën të plagosur 4 persona, mes tyre një 11 vjeçar. Nga hetimet e deritanishme, policia ka arritur të rindërtojë një pjesë të itinerarit që kanë ndjekur autorët përmes një motori, duke filluar nga Arbana, më pas në Vishnjë, Picall, Sauk, Mjull Bathore, liçeni Farkës, rruga e Agallarëve dhe përfundimi në vendin e ngjarjes. Ky itinerar, sipas burimeve nga grupi hetimor, është një rrugë që përdoret shpesh nga punonjësit e policisë private të sigurisë, të cilët lëviznin me motor. Dyshohet se autorët kanë zgjedhur pikërisht këtë rrugë për të shmangur dyshimet dhe për të mos rënë në sy. Ndërkohë, në një zonë ku mendohet se atentatorët janë fshehur para sulmit, janë gjetur disa sende personale që dyshohet se u përkasin autorëve. Gjithashtu është konstatuar një dëmtim në një garth metalik që sipas hetuesve mund të jenë shkaktuar gjatë largimit të tyre të nxituar pas atentatit. Ekspertët kanë sekuestruar prova materiale, përfshirë edhe gjurmë dhe materiale gjenetike. Ato janë dërguar për ekzaminim në laborator, ku pritet që të përftohen profilet e ADN-s dhe të kryen krahasime për të ndihmuar në identifikimin e autorëve. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në rreth orës 21 të mbrëmjes së 17 prillit, ku në zonën e Lundrës u qellua me breshëri armësh zjarri në drejtim të një automjeti tip G-klas, në të cilin ndodheshin Arenc Stafa, Kian Mullaj dhe 2 pjesëtar minoren të familjes Demiraj. Të 4 personat po ktheheshin në Tiranë pasi i kishin festuar ditëlindjen e 11 vjeçarit. Përveç dëmeve në automjet, ku identifikuan 7 gjurmë plumbash, një plumb ka goditur edhe një tjetër makinë që kalonte rastësisht pranë vendit të atentatit. Shoferi i kësaj makine është larguar menjëherë nga Afrika, por më vonë kontaktoi vetëm autoritetet për të raportuar ngjarjen. Autorët janë larguar menjëherë pas atentatit me një motocikletë sportive tip Ducati, duke u drejtuar në drejtim të Elbasanit. Pas 2 ditësh, policia njoftoi se në zonën e fshatit Fikas, pranë Mulletit, ishte gjetur një motomjet i djegur që dyshohet se është përdorur nga autorët për t'u larguar nga vendngjarja.